Dhe në prag të një mujorit të kësaj lufte të nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, karshi Iranit si dhe gjithë gjendjen në glob pas kësaj lufte të nisur dhe po ashtu në kontekst të raporteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës, sidomos pas përfshirjes së fundit në dialogun Kosovë-Serbi dhe vizitës së emisarit Sorensen, do të flasim me ekspertin e politikave të sigurisë Adrian Shtuni, cili na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës virtualisht. Faleminderit shumë, zoti Shtuni, që jeni bashkë me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është pritur një qasje e tillë nga Trumpi para më shumë se një viti, kur e ka marrë zyrën, pra kur ka nisur punën në administrata Trump 2, ai gjithnjë ka ardhur në pushtet dhe ka bërë në fakt fushat me atë politikën apo sloganin e famshëm paqe përmes forcës, por është pritur deri në këtë mas, sa të kemi edhe ultimatume të tilla 48 orësh si ky i fundit ndaj Iranit. Mendoj që jo, mendoj që edhe lëvizja e tij MAGA ka qenë më tepër e fokusuar tek një mesazh i përqendrimit të fokusit të Shtetet e Bashkuara tek interesat e veta dhe tek nevojat e brendshme të vendit për të mos u futur nëpër luftra të gjata, të cilat janë të mundimshme dhe të kushtueshme. Ky ka qenë nga mesazhet kryesore për të cilat edhe ai është zgjedhur. Dhe kjo ka krijuar një farë ndarje nga baza politike e tij, pikërisht po flasim jo vetëm për atë që po ndodh me Iranin, pra sulmin ndaj Iranit, por edhe lëvizjet të tjera, goditjet të tjera, operacionet të tjera, të cilat duket pra se kanë krijuar një farë dyshimi tek baza e tij, sa ai po i përmbahet asaj që ka premtuar në fillim dhe për cilat e ka marrë votat. Kështu që politikisht mendoj që është në një problem, sepse kjo po reflektohet edhe tek sondazhet që janë duke bërë brenda, mos harrojmë që është një vit politik, është vit zgjedhjesh, shumë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara, sepse kemi midterm elections, zgjedhjet në nëntor. Kështu që është shumë interesante që është duke ndodhur, sepse nuk është vetëm çështja e kostos ekonomike, por është edhe kostos politike që potencialisht mund t'i krijohet Partisë Republikane nga kjo që po ndodh. Dhe duket se po kthehet ajo lloj aleance mes evropianëve dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos në kontekstin e qasjes që mund ta kenë Washingtoni dhe Brukseli së bashku drejt Ballkanit Perëndimor, më saktësisht dialogut kosovaro-serb, pra dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Kishim emisarin evropian në Washington pardje, tha se ishte takim i shkëlqyer dhe koordinuan së bashku hapet e radhës. A është ky një lajm i mirë për Kosovën? Mendoj që është një lajm i mirë, koordinimi është padyshim një hap pozitiv, por nuk është diçka e re. Mendoj që në çdo hap Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë koordinuar sa i përket qëllimit kryesor që kanë në lidhje me Ballkanin dhe Kosovën, në këtë rast në lidhje me normalizimin e marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë dhe e mbështesin në aspektin politik. Dialogu është shumë i rëndësishëm, nuk diskutohet dhe duhet të rifillojë. Dhe duket se ky është sinjali që po marrin tani, duket se po ndizen motorët e procesit edhe një herë mbas një periudhe pauze të gjatë. Dhe për këtë mendoj që edhe u përmend harmonizimi i hapave vijues. Domethënë unë kështu shikoj gjuhën që u përdor edhe nga zoti Sorensen mbas takimit që pati me zotin Hanrahan në Departamentin e Shtetit. Pra mendoj që ka mesazhi diplomatik ishte që ka unitet transatlantik midis Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, por nuk përbën në një revolucion. Tani ka një mesazh tjetër, sepse pam që edhe është zgjedhur edhe nga kryeministri i Kosovës një kryenegociator i ri, zoti Zylfaj, për bisedimet me Bashkimin Evropian. Kështu që ka disa mesazhe që unë i lexoj që tregojnë se motorët e bisedimeve dhe të dialogut po rindizen dhe duhet shikojmë
çfarë do të ndodhi, por është edhe një shenjë pozitive në aspektin gjetja e një kryenegociatori të ri, sepse në vetvete përbën kompletimin e kornizës ligjore që do t'i japi mundësi Kosovës më në fund të qaset fondeve të kushtëzuara të planit të rritjes nga ana e Bashkimit Evropian, dhe janë goxha fonde, janë dikunja 900 milion euro, që është lajm i mirë, por janë të kushtëzuar dhe prandaj them që mendoj që po rihapet prap ose po rindizën motorët e diskutimeve, bisedave diplomatike për normalizimin e marrëdhënies me Serbinë. Kur thoni se po rindizën motorët e dialogut Kosovë-Serbi dhe në dritën e takimit fundit të Peter Sorensen me Brendan Hanrahan në Washington DC, e kam një pyetje rreth asaj nëse mendoni që Bashkimi Evropian tashmë ka më të lehtë të qaset dialogut Kosovë-Serbi me përkrajen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tani që edhe në ligjet dhe në gjitha dokumentet e fundit të vetë Amerikës është përfshirë çështja e dialogut Kosovë-Serbi dhe se sa e rëndësishme është zbatimi i marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe pastaj në Ohër, sepse ka pasur edhe deklarime nga politikan, edhe aktual, edhe ish kryeministra që kanë pritur një përfshirje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po mbase me atësi në Washington në shtator të vitit 2020. Tashmë që Amerika e ka hedhur poshtë këtë mundësi dhe ka thënë se me patjetër duhet zbatohet marrëveshja e Bruksel-Ohrit, sa e bën kjo më të lehtë punën për vetë emisarin e Bashkimit Evropian? Nuk e bën më të lehtë, por e bën më të qartë. Sepse gjithmonë krijohen habira, krijohen mundësi teorike, diskutimet e cilat në fundit po e shikojmë nga ato që po thuhen nga Washingtoni se nuk janë diskutime të vlefshme. A do të hyjë Shtetet e Bashkuara të marrin, a do të hyjnë ta marrin timonin e këtyre bisedimeve dhe ta shtyjnë më njanë Bashkimin Evropian. Kjo pyetje mua më është bërë vite me radhë dhe njësoj kam dhënë një përgjigje që kjo është detyra e Bashkimit Evropian, është e qartë. Pse? Nuk është vetëm çështja që a duan as duan Shtetet e Bashkuara të përfshihen. Çështja është që Shtetet e Bashkuara janë kaq shumë të përfshira në kaq shumë theatro të krizave të ndryshme në vende të ndryshme, siç po e shohim aktualisht, saqë nuk e kanë mundësinë për të fokusuar edhe një herë në një konflikt tjetër që edhe strategjikisht Shtetet e Bashkuara kanë komunikuar që kjo është bebja e Bashkimit Evropian. Ky është fëmia juaj, merreni me të, zgjidheni problemin. Pra, duhet që të mblidhet mendja që Kosova duhet të merret me Bashkimin Evropian, të gjejë një rrugë të përbashkët kompromisi për zbatimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur, me dashje apo pa dashje tani nuk kthehemi dot në kohë të ribëjmë edhe të ndryshojmë atë që është arritur, por obligimet qëndrojnë. Dhe tjetra që duhet të thoja është dialogu shumë i rëndësishëm. E pam se çfarë ndodhi me ligjin për të huajt me datën 14 mars, pra ishte për mendimin tim ishte një hap pozitiv ai që arrit para lejet e përkohshme të qëndrimit që ju dha si zgjidhje le të themi kompromisi për qytetarët e etnisë serbe që nuk i kanë dokumentet e shtetësisë Kosovës, tregon se përmes frymës bashkëpunimit arrihet, domethënë kompromis, arrihet të gjendet zgjidhja për zgjidhjet, po flas zgjidhjet pranueshme për dy palët. Dhe kjo u përmend me sa di edhe në takimin e zotit Sorensen në Departamentin e Shtetit. Pra kjo është mënyra për të arritur qëllimet përfundimtare, të cilat pastaj edhe shpërblehen për Kosovën. Po flas jo vetëm në aspektin ekonomik, pra shpërblehen me planin e rritjes, me eurot e planit të rritjes. Por do të shpërblehen, shpresoj, edhe me arritjet e tjera për përfshirjen e Kosovës në organizata ndërkombëtare, të cilat pastaj më mbrapa do të arrinim të mundsonin edhe shpresojmë shumë antarësimin në NATO. Pavarësisht se kjo është rrugë e gjatë, po kërkon hapa të tillë, bashkëpunimin dhe kompromisin. Si konsideroni vlerësimet e fundit vjetore të agjencive të inteligjencës amerikane për vitin 2026, nxorri aty si cënim sërish i Ballkanit Perëndimor nga Rusia, madje për Kosovën thuhet se Rusia nxit paqëndrueshmëri midis Serbisë, të cilën e favorizon krejtësisht, dhe Kosovës, por gjithashtu mbështet ndarjen e entitetit serb Republika Srpska nga Bosnia e Hercegovina.
e rrezikshme kjo për Ballkanin, apo është diçka që inteligjenca e sheh pak më ndryshe? Është e rrezikshme për Ballkanin perëndimor, është pjesë e lojrave të vazhdueshme strategjike të Rusisë. Ka një plan të qartë për të mos lejuar Ballkanin perëndimor që t'i bashkohet Bashkimit Evropian, mos lejoj vendet të Ballkanit perëndimor t'i bashkohen NATO-s, pra dhe të krijoj për të arritur këto dy qëllime strategjike, për të bllokuar Bashkimin Evropian dhe NATO, ato përdorin të gjithë instrumentat, levat, mundësitë që kanë për të krijuar probleme, përplasje brenda Ballkanit, sepse kjo është e vetmja mënyrë se si ata mund të bllokojnë Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Por nuk është asgjë e re, është një mënyrë, është një strategji e vazhdueshme nga ana e Rusisë për të përçarë, për të hapur konflikte dhe për të shtyrë pikërisht për të krijuar presion tek ato pikat më të dobta, më të ndjeshme, më të synueshme në Ballkanin Perëndimor, që janë Kosova dhe Bosnja. Prapë them, kjo nuk është diçka e re, nuk është një vlerësim i ri i komunitetit të inteligjencës së Shtetit Bashkuar, por është një rrezik konstant i cili në rrethana paqëndrueshmërie në botë rritet në aspektin e vëmendjes të cilin neve duhet t'i kushtojmë, sepse ke luftën në Ukrainë, ke luftën në Iran, ke përplasjet e tjera gjithandej. Pra është një situatë gjeopolitikisht mjaft e nderë dhe prandaj duhet të ketë fokus të posaçëm nga ana e Kosovës që të funksionalizojë institucionet, të rrisi vëmendjen, të rrisi gatishmërinë, por e të rrisi angazhimin diplomatik si në Shtetet Bashkuara këtu, pra edhe në vendet e tjera partnere të cilat kanë një vlerë strategjike sa i përket synimeve të Kosovës, synimeve afatgjatë të Kosovës. Dhe e pam që Serbia e pranoi që është pajisur tashmë ushtria e saj me raketa supersonike nga Kina CM-400. Kjo po shihet si rrezik i drejt për gjithë Ballkanin perëndimor, sidomos nga Kroacia, e cila është shtet antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Akoma mungon një reagim i drejt për drejt nga Washingtoni dhe nga Brukseli. Pse mendoni se është kjo heshtje momentale dy qendrave kryesore të botës? Apo do të kemi reagime më vonë? Nuk e di nëse do të ketë reagime më vonë, por shiko, ka dy aspekte në këtë mes. Serbia e pranoi që mori këto raketat CM-400 AKG, janë prodhim kinez, mund përdoren me avionët rusë që kanë, ata dhe kanë ca MiG-29 dhe përdoren këto lloj raketash supersonike për të goditur objektivat blinduar ose të fortifikuar, që janë po kryesisht këto janë shumë të shtrenjta, janë raketa me një shpejtësi goxha të lartë, diku 5-6.000 mund të shkojnë 5-6.000 kilometra në orë, por nuk e kanë rrezen aq që të duhen orë për të kaluar, se rrezen ato e kanë diku ke 200-300 deri në 400 kilometra. Pra mund të kapin zonën e Ballkanit. Ata Vučić doli dhe tha ne i kemi për mbrojtje, këto nuk i kemi për sulm. Tani këtu interpretohet kjo gjë, se për çfarë i kanë marrë, por po të shikojmë, kemi një garë armatimi nga të gjithë palët. Kështu që nuk i thua dot Serbisë pse po armatosesh, në momentin që të gjithë janë duke u armatosur. Kjo është një trend global, nuk është çështja vetëm në Ballkan. Puna është pse po graviton drejt mallrave kineze. Sepse janë më të lira. Realisht, pavarësisht që janë shumë më të shtrenjta, janë edhe më të lira, por ka dhe një mesazh politik më mbrapa që duket se ata vazhdojnë të furnizohen me avion rus, apo le të themi me këto raketa kineze, por në të njëjtën kohë kanë marrë edhe avion francez, Rafale-at. Pra janë duke luajtur lojën e balancimit, gjë e cila nuk është as pak e re për Serbinë, por kjo lëvizje ka dhe pluset edhe minuset e veta për Serbinë. E thash, plusi është se i lejojnë të operojnë në një rreze më të gjerë veprimi, me raketa shumë sofistikuara që janë mjaft të shpejta dhe mund t'i evadojnë mbrojtjet ajrore që kanë vendet përreth.
Por mos harrojmë që vendet që ka përreth janë vendet NATO-s. Kështu që në një farë mënyrë mirë, e kanë atë aftësi, por çfarë kanë për të bërë me ato raketa ata? Prandaj kjo është më tepër në aspektin e mesazhit politik. Dhe negative pastaj janë shumë të shtrenjta. Domethënë për llogaritën diku ke 1,5 milion, 2 milion dollar një co. Është thënë Domethënë nuk e di sa i kanë blerë, se nuk i kanë thënë, po për llogaritja është në bazë të blerjeve të mëpërpashme. Pakistani ka qenë që i bleu para 2 vjetësh, blen diku 60 copa për 100 milion dollar. Pra po të bëjmë matematikën, del aty diku ke 1,6 apo diçka e tillë milion për një copë. Janë shumë kushtueshme. Ka pasur deklarime në fakt që i ka marrë më lirë nga Kina se sa vendet e tjera, në këtë rast Serbia, mirë po përveç se ka marrë armatim nga shtetet e tjera që nuk janë mike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë viteve të fundit ka pasur deklarime dhe zbulime nga vetë general Amerikan, sidomos ka qenë James Stavridis, që ka qenë udhëheqësi i komandës evropiane në NATO, në Evropë, i cili pati bërë të ditur se Serbia i ka dhënë armë Ukrainës gjatë luftës pra me Rusin pas fillimit të agresionit rus në vlerë prej mbi 1 milion dollar në fakt. Dhe kjo ka qenë, apo është parë dhe një prej arsyeve kryesore, sepse ndaj Serbisë nuk janë marrë masa dhe nuk janë vendosur sanksione, përkundër faktit se ka qenë vetmi vend në kontinentin evropian bashkë me Hungarinë në anën tjetër që nuk kanë marrë sanksione, nuk kanë vendosur në fakt ndaj Rusisë pas pushtimet pra Ros në Ukrainë. Dhe në anën tjetër, duke u nisur nga kjo, kemi deklarimet e fundit që vijnë nga ministri i jashtëm gjerman, Johan Wadephul, se nuk do të ketë më lëshime për ato vendet që synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian, por që nuk i bashkërendojnë në politikat së bashku me gjitha planet dhe synimet geopolitike të Bashkimit Evropian. Dhe me qenë se përmendet edhe çështjen e raportit të inteligjencës, për hir të parë paktën në 6 vitet e fundit sa e kemi kontrolluar, nuk është përmendur asnjëherë çështja e shtetësisë së Republikës së Kosovës, sikur tash që cënohet nga Serbia, e cila në fakt mbështetet nga Rusia. Deri kur, nëse më nuk do të vlej kjo çështja e armatimit dhe ndihmës me armatim nga Serbia drejt Ukrainës, do të lejohet që të vazhdojë Serbia me këtë qasja. Do të kemi ndërhyrje përveç deklarimeve politike, qoftë nga BE-ja, qoftë nga SBA. Këtu janë disa pyetje. Tani, si temi, shiko, në aspektin e Shtetet e Bashkuara, ajo që unë shikoj është që ka një qasje e cila është më e orientuar drejt ekuilibrimit të gjithë këtyre sfidave, gjetjes së një mënyre për të marrë me gjithçka, pa goditur fort Serbia, sepse i duhet një farë mënyre edhe armatimi, është dashur edhe armatimi Ukrainës, edhe tërheqja e Serbisë për ta larguar nga kontrolli i Rusisë. Por Serbia luan lojrat e vjetra që i ka të trashëguara nga koha e Titos e ish Jugosllavisë, jep mesazhin majtas ktheu djathtas, e kështu me radhë, dhe nuk është asgjë e re, por vazhdohet me të njëjtën strategji angazhimi, sepse nuk është, me thënë të drejtën, diçka imediate e rëndësisë jashtëzakonshme çfarë ndodh në Ballkan në këtë moment. Le të jemi të qartë. Domethënë, për ne është shumë i rëndësishëm Ballkani dhe stabiliteti. Nuk diskutohet kjo. Po ka shumë vatra zjarri tani, ndaj prioriteti është për t'i mbajtur gjërat në kontroll, në ekuilibër aq sa mundesh. Kemi për të pasur edhe një stërvitje të NATO-s me forcat armatosura të Serbisë, ka qenë në maj. Stërvitje e forcave të NATO-s me Serbinë do jetë afër aty në kufirin në Borovac, pikërisht në vendin ku ngritën disa parashutistë që u bë e madhe në fakt në Kosovë, ngritën shqetësime në atë qendër, në atë bazë trajnime, por duhet risjellim, me qenë se përmendi edhe zoti Shtuni se NATO ka paralajmëruar se pikërisht në atë vend do të bëjë stërvitje me Serbinë. E këshim para disa jave si lajmë. Është pjesë e strategjisë. Është pjesë e strategjisë, është mesazhi për ta tërhequr, për të krijuar bashkëpunim, ndërkohë që e pranon që janë shtet sovran, ata mund të blejnë çfarë duan nga duan. Por Bashkimi Evropian ka leva për të ushtruar presion sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian ose procesit, që nuk duket se është duke shkuar në një vend. Më kupton se po t'ishte që ishin afër, po avanconin drejt futjes në Bashkimin Evropian, atëherë mund të mendosh që
është një presion i cili mund t'japi rezultat. Por ndërkohë që ka stagnuar procesi, ata, do të thënë, ministri i mbrojtjes Gjermanisë mund të thotë shumë gjëra, por puna është çfarë realisht mund të arrihet me atë lloj presioni. Kështu që unë këtu e shikoj këtë çështje e cila në fundit të gjithë po mundohen të mbajnë një farë ekuilibri në këtë moment. Faleminderit shumë zotri Shtuni, ishte kënaqësi për ekspertizën tuaj nga Amerika. Jeni të mirë pritur, gjithë mirët.